këtu i kemi disa fotografi në për etapat të ndryshme bashkë me Kreshën. Më thuaj pak si u njoftuat, unë këtë dua ta di. Si u njoftova me të, në cilin pikë të karrierës ishte ai, çfarë ishte duke bërë ti kur u takuat? Okej, ka qenë shumë e veçantë takimi jam me Kreshën, sepse unë e kam qenë në Zara dhe punëtorët e mi më kanë pyet çka dëm për ditëlindjen, ku thonë MC Kreshën, ku menduan ndonjë koncert MC Kreshës, se kam qenë fans. Dhe adin kur prindë thojnë, nuk trokit burit të dera, o mu më ka trokit të dera, së kështu që i ka chill. Dhe Kresha ka rasti që ka artë të banesa ime, me krelon me duqa ndorë. Dhe ashtu ka ndollë, jemi taku në ditëlindjen time dhe jemi dashuru. Si të duk nga afër MC Kresha, e mendove ashtu si karakter, apo e mendove më ndryshe? Jo, mu duk i gjatë. I said, wow, je i gjatë. Adin, se vetëm në kamera e kumë pa. Dhe nuk e di, ka qenë shaj. Ka qenë pak i turpshëm, a? Po, pak i turpshëm, bë normal, you know, i mirë, nuk e di. Okej, më thaj pak kush ta për herë të parë të dua? Kush e zyrtarizoi kështu lidhjen? Kresha. Kresha, okej. Mendoj që Kresha tash kush ka ishme ma dhe no take e thonë, për mendoj që Kresha më ka thonë. Okej, unë po besoj që ti ishe gati me përballu famën e MC Kreshës, mënyrën se si a jeton, koncertet jashtë vendit, jo shumë i pranishëm në ambiente familjare, shkaku i angazhimit në punë, ishte e vështirë për ty që të mbahej raporti, mbahej lidhja, shkaku i angazhimeve ti, apo ishe gati sepse e kuptove se kush është dhe me kë këtë bëja? Isha gati, sepse edhe unë e kumë qenë në punë, edhe një kumë pas angazhimet e mija. Dhe në Kresha njëherë, është në koncerte, për gjithmonë është në lidhje, me mua dhe me fëmijë, dhe pas koncerte vjen. Nëse ka një në jog, atë natë kthehet në shtëpe. Sa do që e lotshme, po e bën një punë shumë të madhe që mundohet që të kaloj kohë dhe me ju. Se prioritetën a ka neve, so nuk është diçka që është e kuptueshme ndonjëherë ki qef burin me pas pran vitin e ri, që kur nuk është, se në vitin e ri kanë koncerte, por kjo është diçka që you live with it. It's okay. Pasaj kurorzimin me të, u bët edhe prindëra, sa di keni 2 fëmijë, më thuaj pak, si e përjetove të qenurit nën, atë ka ndryshu pak? Qenurit nën atë ka bëmë të ndjeshme më empatike, si sa të ka ndryshu e zi? Po, anxiety, e qetë, empatike. Po. E ke njoft një anë tjetër të ndën? Po. Edhe fëmijët janë të mrekullueshëm, you know, you learn a lot about yourself. Po, mëson shumë për veten prej tyre. Po, normal, se ata nuk nalen, mam, e ti dëshme pas shumë sabër për fëmijë, por këm qenë gati për këtë gjë dhe I love them. Publiko mundet me pyet kujt i kanë për ngjamë shumë si karakter? Si karakter? Vajza është artistike si Kresha, në muzikë është wow, po personalitetin e ka edhe si unë. Okej. Dhe djali e mendoj që është pak ma shumë si Kresha. Okej. Po, si fëmi si e tregojnë prindrit e vetë si ka qenë Kresha si fëmi, më doke që edhe djali është pak a shumë ashtë. Okej, unë po të bëhet të disa pyetje që janë shumë tradicionale në intervistat e tilla, po sa janë nuse tradicionale, sa shkon Mitrovic shpesh tek prindrit e Kreshës, më fal pak për këtë raport. Unë çdo të diella jam në Mitrovic, të Veria. Unë në fakt i dua shumë. Dhe çdo diella jam me ato për drek, rim, do një ashtuneve shkoj buaj. It doesn't matter, është Kresha ato ajo, unë gjithmonë jam tek Veria ime. Po, sepse Kresha vjen nga një familje intelektualësh, dhe po besoj që duke qenë familje intelektualësh dhe prindrit intelektual e kuptojnë shumë mirë edhe raportin tënd me të, dhe pastaj nuk presin dhe shumë tradita tradicionale që t'je shumë e pranishme, e din shumë mirë karrierën tënde dhe karrierën e atij, kështu që janë të mëshiruar me punën e gjithë secilit. Jam shumë e fat, në fakt, se edhe kuptojnë edhe kur jam në punë tani për Meraki, nëse ka do ditë që nuk mundëm. Jo që ka jam, baraj punë të tuja, shikoj jetën tënde, vetëm shëndet, vetëm lumturi me Kreshën, janë shumë... Supportus. Shumë, edhe jam shumë e fatë, se ajo lunë një rol shumë i madh në jetën... Shumë e vërtet. Tënde, nëse adin rrethin që e ki.
Është shumë e rëndësishme, sidomos për vajza, sot është shumë e rëndësishme mbështetja e familjes së bashkëshortit, Shumë vajza konsiderojnë veten me fat kur e kanë mbështetjen e familjes së bashkëshortit, kështu që ti e potencove dhe dhënë një mesazh shumë të mirë. Më thuaj pak çfarë pengon më shumë në mentalitetin e shqiptarëve dhe kosovarëve kur vjen këtu. Çfarë pengon, çfarë do doje të ndryshojë, sepse ti vjen nga një mentalitet krejt tjetër në Kanadë dhe e di shumë mirë se si trajtojnë vajzat atje, si trajtohen djemt. Çfarë nuk të pëlqen këtu që do doje ta ndryshojë? Po përse i ke parë shumë situata nga afër, shumë... Po, ka shumë. Unë mendoj këto japin shumë vëmendje në dukje. Jo vetëm në dukje, s'po thamë në veshje, se ajo është shumë normale. Po janë si përfaqësor po tua? Po, na vajzat kemi pas këtë bisedë më herët, e kemi tregu, qërpek, gjëra, aden që ka një botë shumë e madhe, që rëndësia nuk është në qërpek, a kuptan? So i japin shumë vëmendje si duket një person, edhe menoj që ndonjëherë jemi nervoz në trafik, sidomos. Po, na vjen më shumë qetësia, po thua? Ja, na duhet më shumë sabër. Ja, nuk dua... Në rregull. Unë me brendin tënd parë që ke ardhur dhe me Rinën, me një nga bashkëpunëtorët e tua të brendit, më thuaj pak, sa e patë problem që me i gjetë njerëzit e duhur bashkëpunëtorët e duhura, sepse në Kosovë ka shumë tri kreativ që e duan shumë punën në cilën e kanë qëllimin që ta bëjnë, kështu që sa i kishte vështirë me kriju ekipin tënd të vogël tash pak para lancimit, Se i njoftove njerëzit? I njoftova, kjo ka qenë e shkrume, shpende. Honestly, nuk di si me tonë se këtë ka ndonë rasisht, edhe energjia në grupin që e kemi është shumë e mirë dhe shumë e pafajshme, nuk e di si me tonë. Po, e sinqert? E sinqert, po. Plot, një part of my ekip i njof si familjar dhe me Rinën tash që bo si familjarja ime. Po, e përshëndesim se kemi pra pas përshëndesim Rinën, e duam shumë Rinën. Edhe me Rinën rastisht ka qenë energjia e të dyjave dhe pasionin që kemi tani për Meraki dhe ekipi jonë është i mrekullueshëm. Po çfarë që funksionon shumë energjia, shumë rëndësishme për ty energjinë që ta japi njerëzit, apo? Oh yes, unë mendoj energjia në punë është gjithçka, edhe në Zara në një kompani shumë të madhe, energjia në punë është gjithçka, jep të punon më shumë për atë kompani, për atë brand. Ka më shumë produktivitet? Po, më shumë produktivitet. Edhe jam shumë picky kanë zgjedhje. E përzgjedh njerëzit, po. Po, i përzgjedh njerëzit, so shumë e rëndësishme. Edhe kam qef njerëzit pak a shumë si jonë, të sinqert, që dojnë brandin. A vështirë me i gjetë njerëzit, se jo gjithë janë sinqert, kanë njerëz dhe me interesa qëllime jo fort mira, i lexon këta njerëzit i nuhat? Po. Po, sepse u bën disa vite tashmë dhe e din se si funksionon edhe struktura e njerëzve të kësaj industrie. Ajo ka qenë një pjesë e madhe jam edhe në punën e kalume që I hired a lot of people, different personalities. Ke punësuar shumë njerëz personaliteteve të ndryshme. Faleminderit. Po, të lutem. Apo flas shqip në këtë intervistë? Krejt shqip, domethënë 99% shqip ke folë, sepse më tha, nëse flas anglisht, ta prindrit tam kanë më kritiku, po prindrit pa besoj janë shumë krenar që deri tash folëm gjithë shqip. Okej, mirë. Në rregull.